24 marsi datë historike për Kosovën, pasi që 26 vjet më parë i erdhi fundi Slobodan Miloševićit, apo siç njihej edhe si kasapi i Ballkanit. Me 24 mars 1999 filloi intervenimi ushtarak i NATO-s që kishte për qëllim të ndalonte dhunën e forcave serbe ndaj popullsisë shqiptare të Kosovës dhe për të parandaluar gjenocidin. Sulmet filluan në orën 19:45, kur aeroplanët e NATO-s lëshuan bombat e para kundër caqeve strategjike të ushtrisë së ish-Jugosllavisë. Urdhrin për fillimin e bombardimeve e kishte dhënë presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton. Ku atë natë kishte mbajtur një fjalim para popullit të tij amerikan, duke lajmëruar se i kishte urdhëruar Aleancën Atlantike të fillonte operacionin ushtarak si mundësi e vetme e përfundimit të luftës në Kosovë. Clinton në fjalimin e tij kishte thënë se ai dhe Aleanca e NATO-s kanë bërë të gjitha përpjekjet me qëllim që të arrinin një zgjedhje paqësore të konfliktit në Kosovë. Por Miloševići, i cili në të kaluarën kishte shkaktuar luftëra të tmerrshme në Kroaci e në Bosnjë, ka vendosur në favor të agresorit në vend të së paqes. Sulmet ajrore kundër forcave serbe vazhduan deri me 9 qershor, kur pastaj me 10 qershor u arrit një marrëveshje që çoi në tërheqjen e forcave serbe nga Kosova, si dhe kapitullimin e kriminalit Milošević dhe vendosjen e administratës ndërkombëtare nga Kombet e Bashkuara, duke shënuar fundin e luftës në Kosovë. Gjatë këtij operacioni shumë njerëz humbën jetën, si dhe shumë shtëpi, banesa të Kosovës u shkatëruan. Ndërsa me 11 qershor forcat serbe filluan të lëshojnë territorin e Kosovës, por si u shmang lufta e tretë botërore në aeroportin e Prishtinës. Me njëherë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s, me 12 qershor, forcat ruse erdhën në Kosovë, ku dhe marrën në kontroll aeroportin e Prishtinës, e që ishte një pikë strategjike shumë e rëndësishme. Ndërsa me 13 qershor ka pasur një moment të tensionuar, kur komandantët e NATO-s ishin të shqetësuar se forcat ruse mund të përpiqeshin që të kontrollonin më shumë territor, ose të krijonin një situatë që mund të çonte në një përplasje të mundshme mes trupave të NATO-s dhe atyre ruse. Ky moment ishte i rrezikshëm për shkak të faktit se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara ishin në anë të kundërta gjatë luftës së ftohtë dhe mund të krijohej një shkëndi për një përplasje më të madhe. E për të shmangur një përshkallëzim të mundshëm të luftës, komandantët e NATO-s dhe komandantët rus arritën një marrëveshje që lejonte kalimin e kontrollit të aeroportit të Prishtinës në duart të forcave ndërkombëtare, por pa shkaktuar ndonjë konfrontim të drejtë për drejtë dhe kështu duke shmangur një luftë të tretë botërore.